Aleikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju, të nderuar miq anë mbar botës kudo që jeni. Mirë se na vini në programin ton edukativ, fetar dhe kulturor, i cili ka për qëllim vetëdijësimin, qartësimin, unitetin, harmonin dhe respektin ndër njerëzor. Në këtë ditë muajit Muharrem, kur zemrat e miliona njerëzve në mbar botën kthehen drejt Qerbelas, apo si që njeh bota Kerbelas, ne do të përpiqemi që ngjarjen Ashuras ta shohim jo vetëm si histori se çfarë ka ndodhur, por pse ndodhi dhe çfarë mund të mësojmë nga jo. Pra, përveç asaj si një ngjarje historike, ne do të japim edhe mesazhe për njerëzimin. Qerbelaja nuk është vetëm një ngjarje e së kaluarës. Ajo është një shkollë e përhershme e dinjitetit, drejtësisë, sakrificës dhe qëndresës kundër shtypsve dhe padrejtësisë. Sot të dashur miq, në episodin ton të parë të titulluar që është Qerbelaja, kemi kënaqësinë të kemi mysafir tonin të parë, magjistër teolog Drilon Gashin, me të cilin do të bisedojmë lirshëm për dimenzionin historik, shpirtëror, psikologjik dhe shoqëror të Ashurës, si dhe për mesazhet që kjo ngjarje na përcjell edhe sot në ditët e sotshme. Ju falenderojmë të gjithëve që na ndiqni dhe ju ftojmë të na dërgoni pyetjet tuaja gjatë këtij emisioni, pasi që jemi edhe live në disa TikToke, dhe të na dërgoni pyetjet e tuaja në numrin WhatsApp të telefonit 044 509 200. Këto pyetje do t'i lexojmë në fund të emisionit, në pjesën e tretë të emisionit, si dhe pyetjet do të jenë pra anonime, nuk do të përmendim as numër as emër. Do të ishte shumë e udhës nëse ne ndihmojmë rrugës së Zotit, sepse Zoti në Kur'an në surën Muhammed, ajeti 7 thot: "Më ndihmoni mua që të ju ndihmoj juve dhe t'ju forcoj këmbët tuaj." Prandaj edhe një herë mirë se na vini në programin ton kulturor fetar të titulluar Ç'është Qerbelaja. Përshëndetjet e tona të nderuar miq, kemi nderin ton që në studion ton, Studio Home IBH, të kemi mysafir tonin të parë, magjistrin teologun Drilon Gashi. Përndryshe do ta lutim që të na shpjegoj pak për jetën e tij në pika të shkurta, profesionin në realitet të tij, shkollimin e tij, në mënyrë që ta njohim më mirë një qytetar të Kosovës, një qytetar që jep kontributin e tij të madh në lëmin e fesë, religionit, psikologjisë, sociologjisë dhe pse jo, edhe më lart, edhe në shkencat shoqërore të cilat janë pjesë e jetës magjistrit teologut Drilon Gashi. Mirë se na keni ardhur. Mirë se ju gjeta, zonja Iqballe. Unë do të falenderoj për ftesën, sepse unë iva i privilegjuar me fol për Imam Husejnin, edhe kur më ftove, erdha me kënaqësi. E pas ke bën një studi të bukur, shpresoj që
t'ju shkoj mirë edhe t'jetë një nismë e hajrit ku në këtë studio do të flitet për gjana që Zoti është razi. Po unë jam drillu, shumë njerëz tashmo njohin pa ata që s'njohin, unë jam një djalë që më ka interesu gjithmonë e vërteta, edhe që se i vogël e ku marrë këtë rrugë për me studiu fen. Kam shku në botën arabe, kam mësua gjuhën arabe, kam studiua për teologji islame, kam përfundua fakultetin e studimeve islame dhe pastaj kam magjistrua në pa të njëjtën fush. Jam shpi me familje në Kosovë, jam emëru imam në një xhami aty në Pej, kam shërbyt 2-3 vjet. Imam Hyseni vajti në Qerbela, e këta vajten do me thënë nuk shkuan në Qerbela për luftë, prandaj unë s'mund t'i them dysi që kjo ka qenë një luftë, ka qenë një betejë nga këndvështrimi i armikut, ndërka që Imam Hyseni s'besoj që ka mund me hy me një luftë, si që thrasin ata, pa bërë negociata. Ju lutem nëse keni mundësi, të na shpjegoni. Po, ashtu siç e fillut, tani jemi në muajin Muharrem, që përkon me vitin 1448 sipas kalendarit enor Hijri. 2026. Po, 2026 muaji qershor, që jemi në ta. Edhe janë ditët në të cilat ka ndodhur ngjarja e Qerbelas. Problemi me shumë njerëz që flasin për këtë ngjarje, sipas mendimit tim, është sepse shumica e lidhin veç me si një ngjarje historike, tregojnë kur ka ndodhur, kush u vra, sa u vran, si u vran, pra flasin vetëm në aspektin historik. Edhe sikur po tregojnë rrethënia historike për një ngjarje të kaluar e cila ka ndodhur dhe ka përfunduar, por e vërteta është që ngjarja e Qerbelas nuk është vetëm një ngjarje historike që ka ndodhur, edhe ajo para se gjithash duhet shiku në prizmin analitik logjik, pra me kuptu logjikën, me analizu logjikën e thellë se çka fshihej pas kësaj ngjarje, pse ndodhi, ose më mirë me thonë, çka ndodhi me ummetin e Muhamedit alayhis salam 50 vjet masi që profeti paqja qoftë mbi ta ndroi jetë. Pra nuk ishte as periudha sa jeton një person, një njeri, sa është jeta e një njeri mesatar, 50 vjet. Pra nuk ishin kaluar as 50 vite, as një gjenerat, edhe plus ishte kujtimi i gjallë Imam Hyseni. Prandaj ne duhet ta tregojmë çka ndodhi me një ummet që pretendonte që e pasonte rrugën e profetit më të zgjedhur të Zotit. Me njëherë mas 50 viteve që ai ndroi jetë dhe shkoi te Zoti, çka ndodhi me familjen e tij dhe çysh i ummet i tillë, pranoi me bani një vepër të tillë, edhe pranoi me duru një padrejsi të tillë. Dhe kjo është ajo që na duhet me pa, pra Ashura nuk është vetëm për kujtim, pra Ashura që quhet 10 ditë, apo te na e kanë të njohur si matemi. Matemi, po. Matemi, çka i bjerë në gjuhën shqipe, mate, mutu. Po, janë ditët në cilat ka ndru jetë edhe ka rashë jetë Imam Hyseni, por ditët e përkujtimit, apo ditët e përkujtimit, ditët e zis, ditët e ngushëllimit, por thash që gabimi dhe problemi më i madh me disa njerëz është që e shohin këto ditë vetëm si ditë zije, ose vetëm si ditë pikëllimi, ose vetëm si ditë loti. Këto e kanë vendin e vet. Nuk ka dyshim që kjo është një pjesë shumë e rëndësishme, se edhe mos me diçka që nuk përkujtohet, harrohet. Po, solidarizimi me Imam Hysenin, loti për Imam Hysenin, vujtjet që i ka përjetu ai, që na prekun shpeshherë dhe disa vujtje dhe disa traumat tona, jetës tonë, na solidarizohemi me to. Por kjo është vetëm një pjesë e vogël e asaj që ka ndodhur realisht. Imam Hyseni nuk ka shku me luftu vetëm me shku një luft, nuk ka qenë vetëm një luft. Disa thonë që ashtu kështu ai kish pas mu vranë me dine sepse Jezidi ja kish përgatit rrugën. Nëse nuk e jep besatimin. Ishte i vrarë nga çdo aspekt, por
as nuk shkojnë me bë një revolucion politik, që dojnë me pa disa që e lexojnë pi prizmit huaj. Ajo që ka bani Imam Husseini ishte një ngjallje e ndërgjegjësisë kolektive. Dhe më thonë, bani një revolucion njerëzor, edhe i tregoj botës se kjo o ju njerëz është një padrejtësi. Ishte koha kur çdo kush nuk guxonte me fol, pra heshte. Njerëzve ju merri prona, ju merri pasunia, ju merri koka besa shantazhoheshin, vriteshin, përsekutoheshin. Edhe Islami te dinastia e Mevite, po mendoj hadithet bajagiu degenerun, Islami filloi mësimet përveç Kur'an që s'mund të prekej, këto mësimet, literatura ishin në sundimin e aty me drejtërive. Mimberi i profetit ishte, si me thonë, përdhos. Tradita e profetit kish nis me u deviju. Feja islame kish nis me hup originalitetin edhe ajken edhe brumin e saj, kish met vish forma dhe formati, kish hup esenca dhe ajka. Prandaj Imam Husseini po del edhe po bën një revolucion gjithë botnor. Unë kam pas fatin, kam qenë edhe në Kerbela dhe aty nuk vizitohet Kerbelaja vetëm për arabëve. Gjithë bota vinte aty, vinin prej evropian, prej Gjermanisë, prej Anglisë, prej Francës, madje në vitin po ju ndalin 2018-ën, vizitorët në Kerbela, brenda 10 ditëve të Ashurës edhe 40 ditë Arbainit, 50 ditë, kanë arrit vizitor me qenë 27 milion, që ka hyrë në librin e Geniusit, një vend që nëse e krahason me Mekën, me Dimën, që ka kushtet fantastike, ndërkaq kur kemi shku aty në Kerbela, unë 4-5 herë kam qenë, edhe kushtet nuk ishin ku me di çfarë, mirë po ishte një mrekulli e Zotit se 27 milion. Prandaj unë kam pas fatin me vizitu. Kanë qenë gjitha nacionalitet. Atë numër unë kam qenë Mekën Medine, sa te kam ky studimet. Por kur e krahason që po thon ti Irakun edhe Kerbelan me atë numër të vizitorëve dhe ato kushte, është diçka jashtëzakonshme, pa paramendueshme, nuk e di, domthonë edhe ata të huaj që vishin aty dhe shishin gjendjen, thoshin kjo është diçka e papame në historinë e njerëzimit. E pamundshme me menaxhu, çose kishe qenë ajo puna më e vogla. Neili nga Skotlandi atje, ai thoshte kjo na po habitemi, thotë si po mundi me menaxhu me kësi kushte? Shefni, na nuk po flasim to me për çfarë kërkon. Na po dojmë me kuptu diçka më të thellë. Na po dojmë me fol për Kerbelan në një kënd që me nxjerr mësime. Kerbelaja ka ndodhur. Imam Husseini ka ra shahid me anëtarët e familjes dhe shokët e tij. Por çka na shërben sot Imam Husseini? Sepse nuk po dojmë as Imam Husseini me përdor as si ideologji, as si mëdhëb. As me bërë si idol, zotin. Po, Imam Husseini disa mendojnë që është vetëm i shehitëve, nuk është e vërtet. Kjo është rana edhe dollaveri më i madh që mund të Apo i tarikateve. Apo i tarikateve. Imam Husseini është i gjithë botës. Është i regjistruar në historinë e hershme në kohën e profetit. Thotë Husein minni ana min al-Husein. Huseini është nga unë, është i regjistruar në histori. Po, është vazhdimsi e trashëgimisë shpirtërore te profetit Muhammed. Edhe prej familjes më të shenjtë që pati bota mas profetit alayhis salam. Prej kësaj familje ku do të dalë edhe Imam Mehdiu, është një familje pra tashmë më thonë unë si pak provokator, pse Zoti nuk e zgjedhi imamin e fundit që do ta udhëheqë njerëzimin prej një familje tjetër, po zgjodhi familjen e profetit Muhammed. Edhe pas këtij imamit, se disa mendojnë që Imam Husseini, Imam Mehdiu është thjesht një udhëhec i fundit i kohës, sikur një mbret ose një kalif, sikur të gjithë kalifët e tjerë ose sultan. S'është e vërtet, pas Imam Mehdiu do të falet Isa alayhis salam. Pra profeti i profetit më të mëdhenj të Zotit, pas Imam Mehdiu. Falet pas Imam Mehdiut, sipas gojdanave sunite. Tani po flasim për një familje të shenjtë, po flasim për imam që i takojnë qësaj familje edhe qësaj loze. Prandaj ne duhet të jemi krenar me këta njerëz, sepse me të vërtet kanë qenë të jashtëzakonshëm dhe historia aty na është e bujshme. Qoftë librat sunite, qoftë librat shiite, janë ka gjana madhështore që neve si shqiptarë këtu në këto treva na shërbejnë këto mësime që mundemi nxjerr pikë këtyne ngjarjeve. Nëse kisha mund pak me ndërhy,
prej kësaj përmbledhje të shkurt që e bënëm edhe do të vazhdojmë, une e shoh dyqysh këtë lëvizjen e Imam Hysejnit, qëndron tri lloje mendime tek njerëzit. Një grup prej tyre e thonë kundërshtarët, që në atë kohë. Ata gjithmonë kanë pas dëshirë me bë tollovinën në shoqëri, gjakderje, këtë Imam Hysejni nuk e ka dash, prandaj edhe ka hik prej Mekës Medine. Në realitet nuk ka hik, po s'ka dash mu bë gjakderje. E dyta është një qëndresë neutrale e njerëzve, edhe këto e kemi edhe sot. Dhe e treta është një qëndresë e bindshmërisë. E kjo neutralja gjithmonë pretendohet thotë se kjo ishte një përplasje në mes të dy ushtrive, dy familjeve, për pushtet. Kjo neutralja mendoj se ende sot mund ta gjen dikon. Unë e kam një djalë migje në Prizren, ai jeton me një fshat, edhe e pata pyet, i thash kështu, a bën me më tregu, a flet ndonjëherë hoxha juaj për këtë Imam Hysejnin? Po bre, tha, ka qenë një rebel qështu, u ka ngritën kryen ngritje sen, do me thënë për pushtet sen, pra këtë qëndrime kanë dikush dhe janë neutral, nuk i bëhet vonë. Kjo thot ka ndodhë luftrat edhe atëherë edhe sot edhe gjithmonë kanë me ndodhë, dhe grupi tjetër që qëndron bindshëm janë ata, një grup shumë i vogël, që unë kam bën një lloj si krahasimi, është një që janë rreshtru për krah Imam Hysejnit, sepse ata e kanë pa në një farë mënyrë legitimitetin e imamatit të Imam Hysejnit, sepse, si kështam, Imam Hysejni u shkru jo vetëm në historinë e Kërbelan, po ishte eminent edhe në kohën e profetit Muhammed. Prandaj ky grup i vogël, këta ju bindën, hiq pak kur një shfar problemi dhe u bën gatshëm me sakrifiku. Dhe këta pra ishin ata të cilët ishin më të devotshmit, më të përkushtuarit dhe ishin besimtar e tiullahe wa tiu rasul wa ulil amri minkum. Pra ndiqnen, në realitet bindjoni Allahut, bindjoni profetit dhe bindjoni atyre që japin urdhra. Në atë kohë ishte edhe Jezidi që jepte urdhra. Edhe ai tha duhet të më bindeni mua. Në këtë aspekt ai dëshironte që versetin kuranor me kthy nga ana vet, siç thatë edhe në fillim me kanë devijuar. Në atë kohë për shembull, nëse tash do të jetonim në atë kohë edhe pse na nuk kemi në atë kohë, Muaviu edhe Jezidi kanë mujtë mi mashtru Arabt, asaj kohë, se disa për muslimanët thjesht, pa shkollë, Arabt. Sepse nuk e kanë njoft Ehli Bejtin, nuk e kanë njoft Imam Aliu, nuk e kanë njoft Imam Hysejnin, dhe ka mujtë me kanë një ushtarë ose një luftëtar i tyre i manipulum shumë lehtë. Por masi që ndodhi ngjarja dhe masi që është rrit, e mori dhen, edhe përhap gjithanej trevave islame dhe jo islame, sot asnjë musliman nuk mendoj që ka musliman botë sot, edhe pse gjithçka një njëri, që ti e përmene, unë e kam dëgjuar në shtetet arabe, disa njerëz thonë Imam Hysejni ishte rebel dhe ai u vra me shpatën e gjyshit të tina. Po kjo është diçka absurde. Po këto në xhaminë. Po, është absurde, pra nuk di që ka, nuk mendoj që ka sot musliman që duhet mi thonë ato fjalë. Domethënë veç një ignorant total i historisë islame dhe ose pra një jahil ose një zullumçar sikur Jezidi ose ushtria e tina, mundet mi thonë broshkullat të tilla. Sa i përket atyre që janë neutral, unë më mirë kisha thënë dyshysh sikur nuk i intereson ajo histori. Edhe pse është ajka e islamit. Qysh nuk të intereson ajo histori kur profeti Muhammed sa ishte gjallë profetizoi për atë histori. Dhe çajti me lot e me gjak për atë histori. Domethënë, nuk ka mundësi me kanë besimtarë dhe me lexuar historinë islame edhe mos me kanë nënën e Imam Hysejnit. Nuk ka mundësi, është para profetizoi atë histori.
Ndoshta do të na vjen në emisionet e ardhshme, mundem me tregu edhe në pika shkurtër në komajtë një video para disa viteve, profecit e profetit Muhammed për Imam Huseinin edhe Shërbelan. Pra, ende ta ndodh profeti Muhammed profetizoi që Huseini do të rritet në Shërbelan. Ishte dhe e rasti kur shkon të Umi Selemja edhe gruas e tij, ja jep një grusht, një strajc të vogël me dhe, edhe i thot, oj Umi Seleme, merre tha këtë dhe atë vit... Masolli Gjibrili. Po, Masolli Gjibrili, falendet, dhe atë vit, tha, kur ky dhe i vend, i sari, shëndrohet në dhe, në të kuq, atë vit një grup muslimanësh do të ma mbysin nipin tim. Po, hadithi është i saktë. Do me thënë, kjo nëmë kupton profetizima. Po, kjo është një profeci, për 10 profecive tjera që gjenden në librat e sunive, e mos flasni më për librat e shiitëve. Po, zatë shikoni, muslimanët dietarët suni dhe shia, unë sa kom lexu, se unë për veti sunizmin edhe shiizmin, sepse krejt këto izma, leninizmi, komunizmi, e tjera krejt këto izma që i vjen mrapa, ata e kanë një themelues. Prandaj edhe të sunitët janë themelusit e tyre, edhe të shiitët janë themelusit e tyre. Por unë i shoh suni edhe shia janë dy orientime të cilat të dërgojnë tek burimi. E burimi është Kitabullah wa itratu ehli bejt. Pra, edhe na për veti, unë për veti ashtu e njoh veten, se unë jam e shoh veten që jam edhe suni, edhe shia, sepse suni është pasuesi i sunetit profetit, e vetë suneti profetit është profeti Muhammed dhe mitë e tij. Shia janë pasuesit prapë të ehli bejtit, ku është aty dhe Imam Ali. Realisht nuk ishte dashur me pas kontradikt mes këtyre gjonave. Po ja që shejtani i mallkum, me qenë se i kanë dalë te krishterët edhe që fotet në grupe e sekte dhe kanë luftuar njëri tjetrin, ai ka bë, si më thon, egoizmi, capriccio, inati, mlefi, gjelezia, të vetat tona, moskat tona, momenti kur na se kem ndjek rrugën e shpirtit, rrugën e Zotit, rrugën e Imam Huseinit, tani jem danë sekten, fraksione edhe secili mohat për partinë e vet. Vetëm është tash problem, për shembull të rit sot kur i pyet dikand ose këta që janë reborn që kthehen pranojnë fenë islame, ja është pak diskutabile, ka shumë persona që kanë kalu në islam, për shembull, unë i tham orientimin sunni, dhe pasaj kur kanë dëgju për orientimin e ehli bejtit, kanë qenë konfuzion. Edhe sot rinia në Kosovë janë konfuzion, sepse deri sot s'është një për ehli bejtin, hiç nuk është folë, është folë vetëm në për teqe, në për xhamia nuk është folë. E tash kur vjen, unë e tham për veti, mjafton na si besimtar që jemi, mjafton të jemi musliman dhe ta pasojmë ehli bejtin, sepse ehli bejti është edhe te ehli suneti, edhe te shiat dhe të sunit. Kjo kishte me qenë ma mirë, me qenë musliman dhe me njoftë ehli bejtin, sepse është amaneti i profetit, po ju lot dy gjona shumë, 2-3 shëgëmi të rënda dhe të mira, nëse nuk dëshironi të devijoni, atër të kapeni pas tyre, dhe me ato do të takohemi në burimin Haudh, dikus thotë në burimin Kausar, e ato dy gjona janë Kitabullah wa itratu ahlul bejt, pra libri Zotit dhe itrati, familja e profetit. Që kjo është edhe fjala e Imam Huseinit që përmenet gjithanej për librat e historisë, i cili ka thonë, kur është dalë në protest, ka thonë, unë nuk po dalë për me bo zullum, as nuk po dalë për me bo padrejtësi, as nuk po dalë me kallëzu fodullak edhe trimni. Po dalë me këthyje, me rikëthyje sunetin dhe traditën e babës edhe gjyshit temë. A bën ta lexoj mas jetë? Po, nëse e ki lexo, sepse është një fjalë madhështore e Imam Huseinit. Pra vetëm po e lexojmë origjinal fjalën e Imam Huseinit, sepse kjo është ndryshe edhe motoja, fjala amaneti kryesor i Imam Huseinit,
Po e lexoj në gjuhën shqipe ato që e filloi i nderuari teologu Drilon Gashi. Pra Imam Huseni para ushtrisë jezidite tha kështu. Unë nuk kam dalë as për të shkatëruar dhe as për të bërë padrejtësi, por kam dalë për të përmirësuar ummetin e gjyshit tim. Dua të urdhëroj në të mira dhe të ndaloj nga të këqijat. Kush më ndjek mua, Allahu është më i merituar. Të më thonë, unë s'kam merita, po nëse ndjekni Imam Huseinin, Allahu është më i merituari për të ndjekur. Edhe njëherë, kush më ndjek mua, Allahu është më i merituari për të ndjekur. Dhe ai, i cili më kundërshton, do të bëj durim. Imam Huseini thotë, do të bëj durim, derisa Allahu të gjykoj me drejtësi në mes nesh. Dhe ai është gjykuesi më i përsosur. Koni çfarë mesazh madhështor që me të vërtet tamam e shoh këtu. Këtë piktur kur isha në Iran e pata ble, edhe atë shumë përshtypje më kalon, sa që çdo Muharrem duket se kjo dhomë e vogël, kjo studio e vogël i imja, është mbushur me shpirtrat e shehidave të Çerbelas. Dhe ky mesazh me të vërtet i prek ato zemra që me të vërtet kanë shpirt, kanë njerëzillëk dhe preken shpirtnisht, lëndohen, vajtojnë, çajnë, se din se ja çka është Imam Huseini, thotë, nëse më ndjekni mua, unë nuk jam i merituar, por Allahu, meritat janë krejt Allah. Nderuar teolog, ne po vazhdojmë edhe me disa mesazhe që ju mendoni se ndodhia e Çerbelas sot sa mundet me ndiku shpirtnisht, emocionalisht dhe sa mundet një mendje analitike me studiu këtë çështjen e kësaj ndodhie, sepse kur e analizojmë një gjë, mendja jonë është edhe emocionale, po ajo është në nëndijen tonë, po kur kalon nga ajo nëndija jo, kalon në vetë dije, atëherë veç fillon njeriu me bon një analizë. Po, si ishin shkaqen? Çka ju deshti Imam Huseinit? Me lanë vatrën, me lanë dyshekun, me lanë shtëpinë, me lanë enët e shtëpisë, me lanë kujtimet më të bukura, me lanë në Mekë, në Medinë, dhe në 12 natës, Imam Huseini thotë, shikoni kush mendon me marrë këtë shpërngulje prej Medinës në Mekë, thotë mos i dhesni dritat. Dhe kur ngritet mëngjes, e sheh Imam Huseini e kthen kokën, vetëm anëtarët e familjes vet, prej gruas tije, fëmiu 3 muaj Ali Asgari, fëmijët e vllaut vet Imam Hasanit që i ka pas amanet prej Imam Hasanit që të kujdesesh për ta. Ata ishin edhe prej tyre adoleshent, edhe thënë, o Hoxha Husein, na nuk mund të rrim Medinë pa ty. Dhe në atë mëngjes, mundem me paramendu ti kur
gjitha ta pasues me miliona pasues të profetit Muhammed, e kishin një, sallallahu alaihi wa, e kishin një kujtim gjallë që e prekshin Imam Huseinin, edhe nuk shkojnë asë një gjenerat, 48 vjetë, ja këthën shpinën dhe s'po di çfarë ndjenja kanë mund me pas ata njerëz, dhe çfarë ndjenja na kemi si besimtar, si musliman, që nuk e qesim në nëndijen tonë, ta ngrisim në nëndijen tonë, ta qesim në vetëdije, që prej brem që se ka thënë profeti Muhammed, thotë Husein minni ele min el Husein, do më thonë ai pas ka qenë si pjesë e trupit. E ta shtimi ja mytë nipin e profetit, edhe asë është kjo që faktikisht e ke mytë profetin Muhammed. Hadithi sakt që gjendet edhe në librat sunite, që Huseini është prej meje dhe unë jam prej Huseinit. Pejgamberi alayhis salam edhe pse një fjali shumë e vogël e thjeshtë e zgjeruar që përbohet me 2-3 fjalëve, pra ka një kuptim qas madhështor sa sta mërmenja. Unë jam prej Huseinit dhe ai është prej meje. Rruga jam është rruga e Imam Huseinit. Tradita e Imam Huseinit është tradita jeme. Si me thonë, ajo është ndinin tem, unë jam ndinin e tina. Pra, vazhdimësia jeme ka me vazhdu me Imam Huseinin. Dhe në qofë se jo e pasan Imam Huseinin, është sikur me pasu mu. Ajo që me pasu mu ka pasu Zotin. Dërsa nëse e kundështoni Imam Huseinin, jo më keni kundështu mu, e nëse e kundështoni profetin Muhammed, e keni kundështu Zotin. Pra, rruga Zotit ishte Imam Huseini. Imam Huseini thamë kanë dyrim, do të kemë dyrim. Por, që kjo është, Imam Huseini kishte mision hynor. Misioni ti nuk ishte i vogël, ishte Zoti ka zgjedhur për një gjë të madhe botënore. Edhe jo rastisht ndodhi ajo. Pra Zoti kishte përgatitur që ngjarja e Imam Huseinit në ndodh, sepse përmes tij Zoti donte më jap mesazh ndërgjegjes së zymt të errësume kolektive që hey njerëz, keni të shkuar, knena është rruga. Dhe Imam Huseini ishte ai që i preu kësaj rruge. Prandaj madhështia e tij është pikërisht në rendin martir tina bashkë me familjarët e vet. Pra, por kur jemi këtu te çikën ngjarje, Kerbelaja nuk duhet me u kuptu veç me lot, thash. Domethënë është edhe dije. Ose me këndim elegji. Ato e kanë vënë në veçësisht. Profeti Muhammed ka vujt edhe ka dhënë ladash sunet që kur të flitet për Imam Huseinin edhe me çaj, nuk pëmohoj asnjëherë. Por ju pak më parë përmend një pikë shumë të rëndësishme që thatë se ngjarja e Imam Huseinit është vetdije kolektive, është ndërgjegje e ummetit, është durimi, është sakrifica, është drejtësia vet, është islami vet, është rruga vet, është vazhdimësia e trashëgimisë profetike. Prandaj Kerbelaja nuk është thjesht një ngjarje historike, por është, thash edhe përsërish, është metodë, është reflektim, është episteme e islamit, është vetë islami, vetë islami, domethënë vetë vazhdimësia e islamit. Kush dën me e ndjek profetin Muhammed, ai duhet me pa ehli bejti ka shkaj. Sepse nuk është problemi ja me ndjek Allahun edhe profetin, se edhe sunetet, edhe shetet, edhe krejt musliman po thojnë na duhet me ndjek Allahun, Kur'anin dhe duhet me ndjek sunetin. Problemi është Kur'anin edhe sunetin, kush e veprojnë praktik, kush u sakrifiku për Kur'an edhe sunet, edhe kush ishte ai që e shpjegoi me vjet edhe me vepër Kur'anin edhe traditën profetike. Ishin ehli bejti. Prandaj ehli bejti ka rëndësi në Islam. Nuk kemi na të thonë ja Kur'ani edhe suneti. Jo, Kur'ani dhe suneti pas e pa, po kush me t'i shpjegu? Pikujt na mi marr. Për kujt mi marr? Kush e ka rujt atë originalitetin, cila vi është ajo që ka qenë edhe në vetët vija e shajt. Çka është e rëndësishme? Se bindshmëria edhe nuk mundemi na me thonë na po e dojmë ehli bejtin. Falë Zotit, të gjithë e dojmë ehli bejtin. Po është interesante kur në fushën e Kerbelas përballë ishin 12.000, se dikush thot po ç'është bre këta 12.000 me 72. O njerëz,
Imam Huseini nuk ka shku për me luftu. Dhe pse erdhën 12.000? Sepse në regionin e Kerbelas, përveç në Kufe, do të flasim e këto në epizoda tjerë, se tash kemi edhe pyetje për Xhelin ndoshta pa. Në regionin e Kerbelas, vetëm ishin aktivizu për shembull Sakafi. Ishte aktivizu një region shumë i madh, që i kish marrë me qindra ushtarë me shku me ndihmu Imam Huseinit në luftë, në këtë betejë. Me pa ata nuk arritën. Por më interesantja ishte kur ushtarët e Jezidit ma thanë Imam Huseinit, ata thanë, edhe kishin falë namazin pak më përpara. Kjo është çudi. Me një ezon e kanë falë namazin edhe ushtarët e Jezidit edhe pasuesit e Imam Huseinit, se me një fush ka ndodhur kjo. Edhe kur i thanë ushtarta, o Imam Husein, shpatat i kemi kundër teje, por zemrat i kemi me ty. Tash. Kjo është kontradik. Me të vërtet. Edhe kjo sot po ndodhet kur thot dikush, unë edhe na e doj na Ehli Bejtin. Nëse e dojmë Ehli Bejtin, nëse e dojmë Allahun, e dojmë profetin Muhammed, kur themi Ehli Bejti pa profetin Muhammed nuk ekziston. Na e dojna Imam Huseinin, nuk mundet brez, ka shansa dikush me dasht, shpatat i kemi kundër teje, por zemrat i kemi me ty. Isha të menu që të pikë. Dhe mon hajde ta shpjegojmë, po mundon me shpjeguar çka ka mujt me ndodh në qenjet e çatyre njerëzve. Këta njerëz e shifni, kanë agjeru. Edhe në çava ndoshta kanë qenë. Kanë falë namaz, ndoshta 5 vakte, pa ndoshta hiç. Kanë thirrë zan, kanë bëj kamet. Por më njëherë mas namazit e kanë bra djalin, pra nipin e profetit, i cili ka qenë prej gjakut edhe mishit edhe shpirtit profetit Muhammed. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë, a përshaj, kur namazit bëhet veç formë. Se dhe namaz e ki Allahun sali ala Muhammed ve ali Muhammed. Selam i qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen. Namaz ti po i çan selam Imam Huseinit, mas namazit pe vret. Do të thonë ti si s'ki bën namaz. Ti vish ke lëviz mekanikisht drejt Zotit, po ti Zotin se ke prek, se ke pa, se ke ndi. Ti s'pëdin as çka Zoti, s'pëdin as çka është namazi, s'pëdin as çka është kibla, s'pëdin as çka është pastrimi shpirtëror, s'pëdin as vetëm një ritual. Kjo është ajo që thash kur dhimbja pa kuptim bëhet zakon. Kur loti pa zemër bëhet thjesht rituali i thot. Kur thjesht, domthonë, rituali mbetet vetëm gëzhoja e humbet thelbi. Domthonë, kjo ishte dallimi mes Islamit sipërfaqësor veprime kota pa vetdije. Po, ritualet thjeshta që i bojnë krejt pasuesit e feve ose mund t'i bëjë çdo kushi, po sa ka arrit ky ritual me ta ndryshu vetdijen. Apo bën me vetdija, apo bën pa vetdije. Kur e bën me vetdije ti përkushtohesh, je i devotshëm. Prandaj Imam Huseini sakrifikon, flijon. Prandaj Imam Huseini është dallimi mes kësaj edhe asajna. Imam Huseini ta ka thënë cili është Islami i vërtet, cili është kuptimi i Islamit i vërtet, cila është drejtësia, cila është durimi, cila është mëshira, çka është rruga. Ndërsa Islami i Jezidit, për shembull, disa thonë për shembull Jezid kanë çdo kohë, Imam Huseini kanë çdo kohë, jam edhe vetë kam thonë këtë fjalë, po sot ndoshta jam pak kritik, sepse nuk mundesh me thonë që Imam Huseini përsëritet prapë. Ashtu siç ndoshta historia nuk përsëritet copy-paste ashtu siç ka ndodhur. Por ajo që mund të ketë sot mund të ketë për shembull padrejtësi sikur ajo që ndodhi në kohën e Jezidit, e cila u errëson shikimet njerëzve që nuk arrin me dalluar të mirën prej të keqes. Ndërgjegja kolektive, si më thon, bie deri në çat mosa që njerëzit manipulohen lehtë edhe mashtrohen kollaj. Edhe humbin rrugën, e humbin shpirtin, e shesin për pak para kësaj bote. Edhe shesin shpirtin, edhe nuk mendojnë që jenë të bëu mirë. Prandaj Imam Huseini sot për shembull është ajo lufta jote me veten tonë mas pari. Lufta jote me egon tonë, lufta jote me nefsin tonë amare bisu. Është
ti s'mundesh me bo një revolucion as në familjen tonë nëse nuk e ke bo mas pare mrena shpirtit tënd. Ato të pavetdijshme që e përmene pak pare, me këthy edhe me bo të vetdijshme, sa kem arrit na gjana hijet e tona, maskat e tona, moralin ton, etiken ton, rrugën ton, veprat tona me ja përngja, me ja përnga pak rrugës e imamit Husejnit. Kemi edhe jetë kuranor, ku thotë Zoti nuk i pranon punët e mira nga punë këqinit. Verset është kuranor, po sidoqoftë të nderuar miq, ne erdhëm nga fundi i programit, por do të kemi edhe pjesën e fundit, disa pyetje përgjigje, por doja ta mbyllja me një mesazh i cili përkon me këtë bisedën, paragrafin e fundit që e theksoi edhe na mësoi nderuari teologi magjistër Dëgjon Gashi. Dhe është një paragraf shumë i njohur që thotë çdo ditë është Ashura, çdo vend është Kerbela. Prandaj lutim Zotin që në Shqipërinë tonë mëm të mos jetë Kerbela dhe të mos jetë Ashura, por Zoti të ndihmoj popullit tonë shqiptar, të cilët tani më pas 30 viteve pa drejtësi, arrogancë të tjera, tani është ngritë, jenë bo shumë të vetdijshëm dhe dua të them këtë mendim timin se një popull kur vetë diesohet për një çështje, siç është vetdisu populli janë shqiptar në Shqipërinë më, pra një popull kur vetdisohet për një çështje dhe plus ndërgjegjësohet për atë çështje, atëherë ai popull është në gjendje fuqit më të mëdha me rrëzu për tokë. Shpresoj se keni kaluar mirë me neve dhe pjesën e dytë do të vazhdojmë me pyetje përgjigje. الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. Të nderuar miq, po vazhdojmë me pyetjet e juaja dhe përgjigjet nga i nderuari magjistër teolog Dëgjon Gashi, filozofi, teologu dhe psikologu i jon. Unë për veti kam shumë respekt dhe një pyetje na ka ardhur shumë interesante nga një numër 40 në fund.
40 në fund thot kështu: përshëndetje, çfarë simbolizon sakrifica e Imam Hysejnit sot? Gjithashtu, si e shpjegoni faktin që Imam Hysejni konsiderohet arsye shumë e madhe për të ruajtjen dhe vazhdimin e Islamit deri sot? Po. Unë e thash edhe gjatë emisionit që Imam Hysejni edhe vepra e tij, edhe jeta e tij, edhe rënia martire e tij dëshmor në Kerbela ishte vetë feja. Ishte feja kundrejt padrejtësisë. Ishte rruga e Zotit kundrejt rrugës së shejtanit. Ishte digniteti, ishte njerëzorja kundër njerëzorës. Domethënë, feja, drejtësia dhe paqja simbolizon këto dy elemente? Drejtësi, paqja? Sigurisht, domethënë, ishte digniteti kundër padrejtësive, ishte njerëzorja, pra. Shoqëritë, sikur njerëzit edhe sot, shpesh herë mundën me u mashtrua frika për shembull te ta, edhe e vërteta kajherë, si me thonë, qatë shumë fshihet sa që bëhet e pavërtet. Pra, ndryshon realiteti, ndryshon kohja, ndryshon rruga në cilën po shkojnë njerëzit. Prej manipulimeve të shumta që ndodhin, kajherë e vërteta kthehet edhe qatë shumë vishet me të pavërteta, sa që mendojnë njerëzit që e pavërteta është e vërtetë. Edhe shohin frikën, pavërtetën si diçka normale. Imam Hysejni erdhi me kthy realitetin mbi nartë e Zotit, mbi nartë e hakut. Edhe na mëson neve sot për shembull kur ty e vërteta të kushton. A e ngjenje ti për hatër të hakut, për hatër të Zotit, si me thonë me bën një sakrificë me s'paku me qëndru besnik zemrës tonë dhe shpirtit tënë. E jo më mundu thjesht me interpretu që ashtu që kish qef te, ose që shka qef partia jote, ose që shka qef interesit, sepse rreziku është që ka herë për hatët interesit edhe feja interpretohet si pas shefit edhe egos njerëzore. Imam Hysejni po thotë stop, nuk ka kështu. Drejtësi edhe... Hajde kthehemi në origjinal, sepse origjinali është rruga e Zotit, rruga e Zotit është me konform me shpirtin tënë, nuk ka, si me thonë, shitblerje me shpirtin, shpirti nuk shitet për asgjë. Dhe a është Imam Hysejni konsiderohet arsye që për ruajtjen dhe vazhdisinë e Islamit? Po me sigurisht. A është arsye, a është shkak që... Është shkaku kryesor i Islamit gjallë. Islami nuk është vetëm libra, nuk është vetëm mes dy kopertinave që nuk flasin. Islami vërtet është ai që lëviz, që merr frym, që është i gjallë, dhe i cili lëviz drejt realitetit, drejt Zotit. Imam Hysejni ishte Islami i gjallë ashtu siç ishte profeti Muhammed Islami i gjallë në kohën e tina. Profeti Muhammed ishte vetë Kurani i gjallë në mesin e muslimanëve të asaj kohe. Po kështu edhe Ehli Bejti pas tij. Pra ata ishin Islami i gjallë, Islami burimor, Islami esencial. Jo Islami libra ose Islami i literaturës. Jo, apo i fabrikimit, se literaturat islame janë ose Islami i ChatGPT-s, për shembull Islami i informacionit, thjesht informacion. No. Islami nuk është informacion, Islami është ndërgjegje, Islami është vetdije, Islami është jetë, është gjallëri, është gjallëria e Zotit në tokë. Prandaj Imam Hysejni ishte, si me thonë, ai burimi edhe mishrimi më i miri i Islamit Zotit në kohën e tij në tokë. Edhe kjo hije, kjo jehon e Imam Hysejnit vazhdon edhe sa të kësaj dite dhe veç po rritet, sepse përmes Imam Hysejnit ta kuptojmë Islamin e vërtet edhe jetojmë me ta. Jeton tek ne shpirti Imam Hysejnit. Sepse shpirti nuk vdes kur. Shumë interesant, faleminderit. E kemi edhe një pyetje interesante. Thotë numri 41 në fund e ka. Se janë disa, po na do ta marrim vetëm edhe 3 pyetje, ashtu e kemi vendosur. Ka 7-8, po mundemi për tjetër. Kështu pyet, pse mandje ka bo presje. Unë thot kam shku në Mekteb dhe
Kur nuk kam dëgju prej hoxhës të na mësoj për Hazretin, Hysenin, dhe thotë pse ne nuk kemi njohuri dhe nuk kemi libra, shkrime, literatura për këtë çështje të Imam Hysenin. Shifni, Islami e Ehli Bejtit ndrojet tona nuk është diçka i huaj. Për shembull, gjyshet e tona, nanat e tona kanë emrin Fatime, e kanë emrin Zeynep, Husein, e kanë emrin Hasan, Hussein, e kanë emrin Ali, Rukie, po. Nuk është diçka i huaj. Vepra e Naimit nuk është diçka e huaj. Na Ehli Bejtin e kem pas në gjak edhe në mesh edhe në shpirt, por ja që ka ndodhur një tranzicion mesin e popullit tonë, që ka qenë i edhët edhe sikur i kemi harru disa trashëgimi tona fetare edhe kulturore, edhe pastaj në fut kush ka mujt, çka ka mujt, pe ka ardhur, gjithë çka është fut, sepse bota sot do të bëhet një fshat i vogël. Është e vërtet një shumicë e konsiderueshme e hoxhallarëve, nuk e di a ju vjen nuk e di pse nuk flasin për Imam Hysenin, nuk e di pse nuk flasin për Ehli Bejtin as sa duhet. Shifni unë për sa kam qenë imam në xhamin në Pej, hutbja e Imam Hysenit që kam marrë për Muharrem, për kohën e matemit, për kohën e Shërbelas. Shkaqet që një acarufa me basin islam. Asnjëherë, jo vetëm që jemi acaru, ka qenë dita e 10 e muajit Muharrem që ka ra dita e Xhumë. Në kohën kur unë isha imam në hutbe. Dhe thash unë do ta mbaj një hutbe për Imam Hysenin dhe do ta tregoj ndodhinë se çka ka ndodhur në Shërbelas, sepse edhe xhamati disa prej tyre kishin dëgju diçka prej meje dhe më thanë që të lutem, a mundesh me na marrë këtë hutbe për Imam Hysenin. Dhe vendosa ta marr një hutbe të mirë dhe mendoj që ka qenë hutbja më e veçantë që unë përmes saj kom dëshiru të afrohem te Zoti. E ku mojt me mishë me shpirt, e moj menë se sot, edhe nuk e di, ndoshta kam qenë pak i emocionu në atë video, në atë ndoshta edhe pak i keni paraqit revoltën përmes fjalës. Edhe se sa të kujtoj, kur imami i Pejës, mas hutbes me njëherë i kishin shku informata që unë i kisha folë për Shërbelan, më thiri në komision, dhe me dhonë deklarat pse unë kam folë për Hysenin, paqja që mbi ta, dhe pse kam folë kundër Jezidit, dhe pse kam kallëzu këtë vërtet që ka ndodhur në Shërbela. Dhe njëna prej shkaqeve që unë jam përjashtu prej Bashkisë Islame ka qenë kjo ngjarje. Pra kjo ngjarje ka qenë pikërisht ajo që më ka qenë mua komisionin disiplinor, sepse më njëherë më kanë akuzuar si shihet, edhe i devijuar që po flet kundër sahabëve, edhe po e shon Jezidin hutbe, kjo për neve sipas kryimamit të Pejës paraqet diçka përçamje, qëllimi jam nuk ka qenë me po përçamje, qëllimi jam ka qenë thjesht me treguar një histori të vërtetë që ka ndodhur në atë kohë dhe nuk kam përmend as shijat e Iranit, as shijat e Libanit, kam treguar një ngjarje historike që ka ndodhur në kohën e profetit Muhammed dhe më pas, dhe kam treguar që një të vërtetë historike, thjesht, edhe kam marrë më takonte me marrë për 10 Muharrem një hutbe për Imam Hysenin. Takonte sepse ishte ajo kohë, edhe ajo ngjarje. Po ja që ndoshta disa prej tyre nuk guxojnë, ndoshta disa prej tyre janë edhe ignorancë. Jo, janë ignorancë, unë vetë di medresën e mesme Alaudin në Prishtinë 4 vite kam kryer. Edhe në histori bile profesori ki Mustafa Bajrami, Jetish Bajrami, baba i profesor Mustafa Bajramit, a i ka thënë si Iqbalja që ma din historinë islame, deri tash nuk ka. Kështu që unë jam habit se nuk ka, nuk shkruhet as në librat 4 vite shkollim, nuk e pas as edhe një orë të vetme për Ehli Bejtin. Se për Fatime tu Zehra. Për Fatime prap keni, po Zehra nuk keni kur.
E kështu që mundet me qenë edhe nga ignoranca, po prapë them, ma mire ta kanë nga ignoranca se sa nga hipokrizia aty. Prandaj, Që e din diçka edhe nuk i kanë tregu këtij popullit. Prandaj, Se vërtet është unë jam përgjegjësi këtu para sonte, Zotit. unë Inshallah ignoranca. Unë jam këtu sonte, që përmes këtij portalit prej kësaj studio, me paraqit para opinionit tonë shqiptar, edhe musliman, disa pika të kësaj ngjarje, se çka mundem na me nxjerr mësime sot për gjendjen tonë si shqiptar këtyne treva, si musliman këtyne trojeve, thjesht çka na shërben në jetën tonë. Çerbelaja nuk është vetëm një ndodhi që ndodhe një ditë, është thjesht të pyet ti sot ku je kundrejt kësaj ngjarje, edhe çka po bën ti me të vërtetën, apo ja kthen shpinën apo je me të vërtetën e shpirtit tënd edhe të hapur edhe të Zotit. A je pranë rrugë, apo e ke deviu, A je me Jezidin, a je me Hysein? Shifni, veprat të dyve. a je me rrugën e drejtë, apo thjesht ke nis me lakuar. Edhe një pyetje kemi 044 509 200, mirë po do ta mbyllim me këtë pyetje. Pyet thotë pse dikush i thot Hazreti Hyseini, Hazreti Aliu, e dikush i thot Imam Aliu. Çka ka, po thot, çka ka dallim Hazreti dhe Imam? Po, asret... Hazreti nderuar. Po, është i zgjedhur, i nderuar, për lëvdëruar. I lavdëruar. Imam është një pris shpirtënor që i prin popullit për tek Zoti. Imami është si një trashëgimi shpirtënore e profetit. Është një udhëheqës që i udhëheq njerëzit drejt rrugës për e nis. Do me thonë, Hazreti është i nderuar, i lavdëruar, edhe Imami është prisi shpirtënor. Shpirtënor, faktikisht kjo ka një gradë shumë më të lartë, se na përmes zbehet punën e imamit, na i kemi edhe imami Nebevije, imama Ebu Hanife, imami tjetër. Mirë, po fjala imam unë mendoj se ka një peshë shumë të madhe se sa imami i xhamis. Po, se fjala imam në Kur'an, Allahu e qunë edhe Ibrahimin alisam imam, pris. Po, ti do të jesh, ti je profet edhe je pris, imam. Pra, jo çdo profet ishte imam. Imam ishte një gradë më e lartë se sa të jesh një profet i thjeshtë. Imami është ai që i prin, si me thonë, lideri i rrugës shpirtënore që e çon, si me thonë, krejt popullin në një orientim. Aty ku e ordon Allahu. Imami duhet me kanë i frymëzuar hyjnisht për me qenë imam. Po, pra. Sepse nuk meriton me kanë imam ai i cili e ka bo vetën imam ose ka bo një institucion imam. Jo, imamin e zgjedh Zoti. Edhe kalifin e zgjedh Zoti, edhe profetin e zgjedh Zoti. Khalifetullah është khalifi që Zoti ja mëson atij emrat e shejt, emrat e tina. Edhe ai është imam. Është arketipi i insanit të përsosur, është ai. Në përkthim është më këmbës, kur thotë vejt, qale rabbuke lil melaiketi inni jailun fil ardi khalifa. Është zëvendësi i Zotit në tokë. Pse Adam e mor këtë gradë nalt? Po, Ademi alayhis. Sepse Zoti xheleshanehu i lartësuar qoftë emri i tina. Pse Zoti e zgjodhi Ademin si zëvendës të tim tokë? Zëvendës. Sepse ai dinte diçka që as angjëjt s'dinin. Çka dinte? Ai dinte emrat. E cilët emra, tani këtu ka divergjencë mesin e dietarëve musliman, po ajo që ka kuptuar pi Kur'anit është që i ka ditë edhe i kanë integruar dhe ka punu me Esmaullahi l-Husna. Po kjo është Khalifetullah, halifja prej Zotit të caktuar, jo prej tokës. Ja, ishte ai i cili i kishte integru kuptimet madhështore të emrave të Zotit, sepse atje në përshon një pikturë me emrat e Zotit. Pra, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, emrat, si cili pi emrave të Zotit ka një kuptim të thellë. Është një cilësi e përvis që ti duhet me integru të qenia jote. Dhe imami
Ademi ishte Khalifetullah sepse ai kishte integruar emrat e Zotit në qenien e tij. Pra ishte një burim i Zotit në tokë. Pra ishte se me thonë, Zoti i mishrum, po kjo është një... Po, në qoftë se na kështu e themi me njerë... Emrat edhe cilësitë e Zotit në tokë erdhen përmes këtij personi, sepse ky person përmbante çdo misteret edhe thellësitë e hyjnore që Zoti e kishte bë. Po, sa më shumë i përvetsojmë Po. emrat e Zotit. Prandaj Ademi ishte Adem. E po kështu edhe profetët e tjerë që Faleminderit shumë që ishit të nderuar miq, unë do ta përfundoj. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المتكبر الخالق الباري المصور والغفار قهار الرزاق الفتاه العليم. Allahu na pranoft lutjet tona, shpirtat tonë qofshin të bashkuar me shpirtin e Imam Huseinit në dynja e në ahiret. Veprat e tona qofshin në zhvillim vetëm për hir të Zotit, në emër të Zotit, dhe dash Zoti që sa më shumë ta njohim këtë figurë madhështore të Imam Huseinit dhe shahidave të Kërbelas, dhe miru pafshim në episodin e radhës nesër në të njëjtën kohë në orën 21 live në TikTok, si dhe do të postojmë pastaj edhe në kanalin tim në YouTube Iqbale Khututi. Ju faleminderit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit se ishit. Shihemi në emisionin tonë. Thank you.